Me grev 24 orë shë të hënjën duke u përballur 13 aeroporte në Gjermani, përfshirë qendra të mëdha si Munichi dhe Frankfurti. Ministria e Punëve Jashtme e Kosovës ka njoftuar se nga kjo grev janë prekur disa linja direkte ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës. Si pasojë e kësaj greve janë anuluar 4 fluturime që nga Prishtina destinacion e kishin Gjermaninë. Fluturimet e anuluara gjatë të hënës planifikoheshin për Berlin, Munich, Stuttgart dhe Düsseldorf. Për shkak të grevës në disa nga aeroportet e Gjermanisë, edhe ne kemi pasur 4 fluturime të cilat ishin parapuar në nisje, të cilat janë anuluar. Mirë po, kjo nuk ka shkaktuar ndonjë të llovi në aeroportin e Prishtinës, për shkak se kjo grevë ka qenë, këto anulime kanë qenë të planifikuara dhe udhëtarët janë njoftuar me kohë nga kompanitë e tyre përkatëse ajrore. Jo, ne nuk kemi pasur asnjë të llovi në aeroport, po ashtu nuk presim gjatë pjesës tjetër të ditës, për shkak se më nuk kemi fluturime të planifikuara gjatë ditës së sotme për destinacionet e Gjermanisë.